Pini një lugë uthull molle para gjumit shëron menjëherë këto 7 probleme. Do të ishte kohë t'ju pyesnin në qoftë se e njihni uthullin e mollës, pasi kemi folur shumë në video tona të mëparshme. E pasur me kalcium, magnez, potas, flor, hekur, fosfor, vitamina A, B1, B2, B6, C dhe E, acid acetik, pektin, beta-karotene të tjera. Pa diskutim, ky produkt është një depo e vlerave ushqyese, por këto vlera shkojnë nëpërtej shijes së tyre të mirë të ushqimit dhe përdorimet në fushën e kozmetikës, gjithashtu edhe në pastrimin e shtëpisë. Uthulla e mollës është një eliksir i vërtet për shëndetin e njeriut. Studime të ndryshme kanë provuar se konsumi i një lugë çaji uthull molle ndikon drejt për së drejti në gjendje të mëposhme shëndetësore si. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndihmon në humbjen e peshës. Siç dihet, gjatë gjumit realizohet një proces shumë kompleks siç është filtrimi dhe eliminimi i toksinave nga trupi i njeriut. Uthulla e mollës jo vetëm që përshpejton atë, por nxit edhe metabolizmin të djegës sa më shumë kalori. Ajo ka fuqinë të shpërbëjë brumrat, kurse antioksidantët e saj kryesor pektina japin trurit dhe trupit ndjesinë e ngopjes. Uthulla e mollës lehtëson dhimbjet e fytit. Uthulla e mollës ka veti antibakteriale dhe antiinflamatore që dobësojnë edhe veprimet ndikuese negative të virozave dhe inflamacioneve të laringu. Ul nivelin e lartë të sheqerit në trup. Uthulla e mollës nxit prodhimin e insulinës në gjak dhe shërben për shpërbërjen e karbohidrateve toksike që qarkullojnë në organizëm dhe çojnë në shfaqjen e problemeve të diabetit. Largon erën e keqe të gojës. Era e keqe e gojës në gjuhën mjekësore njihet me emrin halitozis dhe mund të vijë si rezultat i një sër faktorësh, përfshirë këtu diabetin, ilaçet që përdorni, higjiena personale, inflamacione ndaj laktozës, sëmundjet e mishrave të dhëmbëve dhe të tjera. Uthulla e mollës vret baktere dhe jep një ndjesi freskëje gojës suaj. Ajo trajton acidet gastrike të stomakut. Uthulla e mollës rivendos pH-in normal të stomakut dhe neutralizon acidet gastrike fal veprimeve të saj që ka me veprim antiinflamator. Do të ishte më mirë ta përdorni uthullin e mollës në mënyrë të rregullt, të tretur gjithmonë në ujë për të marrë ndikimin e saj pozitiv edhe kundër këtyre komplikacioneve. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjë një faktor pengues për të përfituar vlerat e këtij produkti, por pavarësisht aromës dhe shijes së saj penguese, vlerat që do të merrni nga uthulla e mollës do të jenë vërtet të larmishme, duke ndikuar kështu drejt për së drejti edhe në një nxitje në organizmit gjithashtu më të shëndetshëm. Uthulla e mollës është një zgjidhje lehtësuese kundër komplikacioneve të shëndetit. Por si mund ta përdorni uthullin e mollës për të marrë ndikimin e saj pozitiv në organizëm? Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike, ndaj mund të shkaktojë djegëzira në zonën e fytit. Për pasojë nuk rekomandohet të pihet direkt nga shishja. Ekspertët thonë se uthulla e mollës duhet të tretet gjithmonë në një filxhan me ujë përpara konsumit dhe sugjerohet tretja e 1 deri në 2 lugje dhe uthull molle në një filxhan me ujë gjatë ditës. Por çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse konsumoni uthull molle në mënyrë të rregullt? Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fibër që mbrojnë shëndetin e stomakut. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun, uthulla do të shërbejë edhe si laksativ, duke zgjidhur çështje siç janë konstipacioni. Ajo do të përmirësojë gjithashtu edhe pH-in në organizëm. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pH-in në lëkurë dhe në flokën tuaj. Ju mund të aplikoni atë në lëkurë dhe në flokë çdo mëngjes dhe në mbrëmje, duke tretur atë në ujë dhe duke aplikuar më pas në flokën tuaj. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe kundër infeksioneve. Myku dhe infeksionet të ndryshme mund të ndikojnë në çështjet tuaja dhe të vendosin në rrezik edhe organizmin. Uthulla e mollës mund të shërbejë si një recetë shumë e mirë kundër mykut i cili prek edhe zona të ndryshme të trupit. Uthulla e mollës është një lehtësues shumë i mirë kundër toksinave në trup. Uthulla e pafiltruar e mollës do të ndihmojë në detoksifikimin më të mirë të mëlçisë.
Mjafton të tresni një lugje dhe uthullmollë në një gotë të madhe me ujë dhe ta pini atë rregullisht. Kështu do të merrni përfitimet e saj mbërslëndse në dobi të shëndetit tuaj. Uthulla e mollës është një lehtësues shumë i mirë edhe për ata persona që duan të humbasin kilogramë të tepërt. Uthulla e mollës do të rrisë ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse pihet edhe gjatë vakteve të pasura me karbohidrate. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e kësaj pije si një zgjidhje lehtësuese dhe gjithashtu në rritjen e përfitimeve të trupit. Uthulla e mollës është një mundësi e shkëlqyer edhe për organizmin tuaj, por përse duhet ta pini atë në mënyrë që të merrni vlerat e saj? Uthulla e mollës duhet të tretet gjithmonë përpara konsumit. Asnjëherë nuk duhet të pihet me stomak të zbrazët, sidomos nëse e keni të ndjeshëm. Uthulla e mollës do të ulë oreksin e tepërt dhe do të stimulojë gjithashtu tretjen dhe do të djegë edhe yndyrnat. Megjithatë, studimet sugjerojnë përdorimin e saj në mënyrë të kujdesshme për të evituar kështu edhe komplikacione në organizmin tuaj. Një studim i botuar në Journal of Food Functional, personat me nivele të ngritura të glukozës në gjak, të cilët tresin një lugë uthullmolle në një gotë me ujë, patën rezultate më të mira, me të paktën 9% në uljen e këtyre komplikacioneve. Uthulla e përdorur në mënyrë të tillë mund të japë rezultate konkrete edhe kundër luhatjeve të sheqerit në trupin tuaj. Produkti i përfituar përmban gjithashtu kalcium dhe minerale mjaft të rëndësishme për vlerat e shëndetit. Përdorime të tilla të saj do të ofrojnë një lehtësi më të mirë për organizmin tuaj në tërësi edhe në balancimin e komplikacioneve. Pektina që gjendet te uthulla e mollës do të përbëjë një ndikues mjaft të mirë ushqyes. Uthulla e mollës mund të përdoret edhe për të zbutur lëkurën. Hidhni një gotë me uthull molle në vask dhe qëndroni disa minuta në të. Jo vetëm që do të ndjeni lëkurën ta keni më të zbutur, por do të keni gjithashtu edhe më pak probleme siç janë aknet ose ekzemat në lëkurë. Uthulla e mollës mund të jetë një zgjidhje lehtësuese edhe kundër problemit të poreve. Uthulla e mollës ka veti të mira lehtësuese në balancimin e pashit të lëkurës dhe vepron si një pastrues i yndyrnave të tepërta në lëkurë. Përzjeni një sasi të barabartë të uthullës së mollës me ujë dhe përdorni atë si një hidratues për lëkurën tuaj. Uthulla e mollës mund të përdoret për shkëlqimin e munguar të flokut. Uthulla e mollës është ideale për t'ju dhënë shkëlqim dhe shëndet flokut. Aplikoni disa pika uthullmolle dhe spërkatni flokun para se të dilni nga shtëpia. Pa marrë pak erë do ju largojë menjëherë edhe problemet e zbokthit. Uthulla e mollës ka veti të mira kundër zbokthit dhe mund të ndihmojë gjithashtu edhe në pastrimin e lëkurës së kokës. Nëse nuk e përdorni në shampo me uthullmolle, atëherë përzjeni një filxhan uthullmolle me 1 litër ujë dhe shplani flokun tuaj në fund me këtë përbërje. Rezultatet që do të merrni nga uthulla e mollës do të jenë vërtet fantastike në rigjenerimin e lëkurës dhe flokut tuaj. Uthullën e mollës mund ta përdorni gjithashtu si një lehtësues edhe pas depilimeve. Me një copë pambuku të hollë, lyeni gjithashtu edhe zonën ku jeni depiluar dhe disinfektoni atë. Kështu do të merrni lehtësimet e duhura kundër këtyre shqetësimeve dhe do të nxisni gjithashtu një organizëm më të fortë dhe më të shëndetshëm. Uthulla e mollës mund të përbëjë një faktor shumë të mirë ndikues edhe kundër aromave të këqija të këmbëve. Uthulla është e njohur për largimin e erërave të këqija, por sidomos edhe për ato që shkaktohen nga këpucët. Përzjeni një filxhan uthullmolle në 4 gota me ujë. Pas 15 minutash i përzjeni dhe vendosni këmbët në të dhe i mbani vazhdimisht edhe për një periudhë më të zgjatur. Kështu rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike kundër erës së keqe të këmbëve. Gjithashtu uthullën e mollës mund ta përdorni si një mjet të mirë detoksi. Për një mask me të vërtet detoksi përzjeni gjithashtu një lugë çaji uthullmolle me një lugë çaji me mask me balt dhe gjithashtu përzjeni uthullën për të balancuar pH-in dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet efektive. Gjithashtu uthulla e mollës mund të përdoret si një pastrues i grimit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.